Uvaženi predstavnici medija, hvala na odazivu na ovu pres konferenciju. Kao što sam negdje najavljivao u prethodnom periodu, mi smo u saradnji sa Privrednom komorom, zajedno sa proizvođačima i sa veleprodajom i maloprodajom u prethodnim danima imali niz sastanaka, formirali radnu grupu, na osnovu čega danas smo i donijeli odluku za ograničavanje marži na određeni broj proizvoda. Cilj ministarstva, odnosno vlade, bio da dođemo do rješenja koje će biti proizvod dogovora, da ne nametnemo rješenja, nego da otvorimo dijalog. Zahvaljujem se predstavnicima Privredne komore, odboru za trgovinu, odboru proizvođača iz Crne Gore, predstavnicima maloprodaje i veleprodaje, da smo dijalogom došli do rješenja. Akcija, odnosno limitiranje cijena će biti, ja mislim, skoro ista kao što je bila prethodna, skoro isti proizvodi sa rokom do 31. marta. Mi ćemo negdje podijeliti ovu listu proizvoda, jer ne znam, možda ćemo preuzeti puno vremena kako bismo istu ovdje taksativno pročitali, ali je slični, odnosno isti su proizvodi. Važno je pomenuti da se nalaze na listi 800 do 900 artikala, ukupno po maloprodajnim objektima, i imat ćemo ono što smo zajednički sa predstavnicima maloprodaje i veleprodaje izračunali, jeste da se očekuju da ovi artikli da će biti manji, odnosno sniženi 15 do 20% od dana stupanja na snagu za sve ove artikle. I rekli smo, znači 800 do 900 artikla, to sve zavisi od trgovine do trgovine, kako i koliko imaju određenih artikala po proizvodu koji su ovdje navedeni. Dalje, što je novina i što je danas sa nama i kolega Joković, jeste da smo ovom uredbom, na osnovu onoga što su bili apeli javnosti, jeste da smo ograničili cijenu peleta. To je dodato, osim prehrambenih proizvoda, je i cijena peleta ograničena. O tome će malo više kako, zbog čega i gdje je išla inicijativa, će kolega Joković. Sve u svemu to su neke osnovne informacije. Za detalje možemo kroz pitanja ako vas interesuje, a ona lista kompletna koja je usvojena, ona će biti objavljena na web sajtu vlade, a možemo se dogovoriti sa PR službom da bude i proslijeđena svima vama i putem mail, da ne čekamo objavljivanje na zvaničnom sajtu vlade. Hvala za početak, to je toliko. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takojmë së bashku në emisionin Studio e Hapur. Patët mundësi të ndiqni deklaratën e zëvendës së kryeministrit dhe ministrit të zhvillimit ekonomik, zotit Nik Xheloshaj, i cili foli për vendimin më të ri të qeverisë të lidhur me çmimet e limituara. Kjo mas vjen pas një periudhë diskutimesh mes ministrisë, odës ekonomike, prodhuese dhe rrjeteve tregtare, dhe përfshin rreth 800 deri në 900 produkte bazë, të cilat pritet të jenë 15 deri në 20% më të lira. Vendimi do të jetë në fuqi deri më datën 31 mars 2026 dhe synon të lehtësojë barën financiare të qytetarëve, veçanërisht në kohë kur çmimet e produkteve bazë kanë qenë sfidë për shumë familje. Por si do të ndikojë kjo mas në praktik dhe si do të ndjejnë këtë ndryshim qytetarët e Majsisë? Për të diskutuar këtë çështje, me ne në studio është ekonomisti Arton Gjokaj, të cilin e falenderojmë për pranimin e tij. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem mysafir në emisionet e juaja.
Ashtu siç e përmenda, së fundmi Ministri i Ekonomisë zoti Nik Xhelosha njoftoi kufizimin e marzhave të fitimit për disa produkte bazë, që pritet të jenë 15 deri në 20% më të lira. Si e vlerësoni këtë hap nga aspekti ekonomik? Po është kjo, them, masa e dytë që Ministria për Zhvillimin Ekonomik në krye me Ministrin Xhelosha i ndërmarrin në këtë betejë apo në këtë luftë kundër inflacionit. Masa e parë ishte ajo vitin e kaluar, besoj diku në fundi gushtit apo fillimi i shtatorit, që u bë ai aksioni i parë i çmimeve të limituara, apo siç e thatë ju, dhe aty duhet të përqendrohem i limitimi i marzhave tregtare, jo dhe çmimeve të limituara, sepse aty është edhe esenca e kësaj mase, dhe kemi këtë masën pra që po realizohet duke filluar nga ky muaj, dhe siç e kemi kuptuar do zgjas deri në mars të vitit 2026, që ka po të njëjtin qëllim sikurse ajo masa e vitit të kaluar, dhe atë që thatë edhe ju në pyetje dhe që shihet edhe në deklaratë Ministri Xhelosha, pra kemi të bëjmë me masën e kufizimit të marzhave tregtare. Pra ky edhe shpesh keq interpretohet edhe në publik edhe në opinion, se nuk kemi të bëjmë me përcaktimin e çmimeve fikseve të produkte, sepse Malizi ka një inflacion të importuar që varemi shumë nga produktet që hyjnë në Malzi, por që qeveria ka ndërmarrë një masë parandalimin të rritjet eksponenciale të çmimeve, që nënkupton kufizimin e marzhave tregtare. Pra kjo nuk është se drejt për së drejti do përcaktoj çmimin e produktit, po thjesht do bëj një stabilizim të çmimeve, duke mos u lejuar tregtarëve apo bizneseve në treg që të kenë rritje të çmimeve shumë të larta, apo saktësisht do të kenë përcaktim të marzhave, siç thatë edhe ju, deri në 15 apo 20%. Është për të përshëndetur gjithsesi kjo masë e qeverisë në krye me Ministrin tën Xhelosha dhe me Ministrinë për Zhvillim Ekonomik, për arsye se siç e dëgjuam edhe në deklarat, kemi të bëjmë me shportën e disa produkteve që janë bazike për një familje mesatare, sepse nuk do të na interesonte shumë nëse është kufizuar ose është kufizuar marzha në një produkt luksos që nuk është i përditshëm, po kemi të bëjmë me shportën bazike, siç e kuptuam, janë produkte ushqimore, produkte të mishit, produkte vezë, qumsht, produkte higjienike, produkte për fëmijë, dhe këto janë pikërisht ato produkte që ndikojnë direkt edhe në matjen e inflacionit në nivel mujor që matet muaj për muaj nga drejtoria Monstat, dhe këto masa pra po them janë për të përshëndetur, dhe këto masa synojnë pra parandalimin e rritjes më tejme të çmimit dhe disesi ruajtjen e fuqisë blerëse të konsumatorëve dhe të familjeve në përgjithësi, po ajo me të vërtetë që prap dua ta ceki është, siç dëgjohet edhe në deklarat, do të jetë fokusi edhe tek produktet vendase, dhe besoj se ky duhet të jetë edhe misioni afatgjat dhe masat afatgjate që duhet të ndërmarr jo vetëm kjo qeveri, por çdo qeveri pasuese, që ne si shtet në inflacion të përgjigjemi me produktet vendase, dhe ky njëherë duhet të jetë edhe apel për të gjithë qytetarët dhe konsumatorët që gjatë shpenzimeve të tyre bazike dhe jetike të fokusohen tek produktet vendase, se kjo është përgjigjja them më e mirë në fund të ditës dhe edhe kundrejt inflacionit. Kështu që po ta bëjmë një përmbledhje, është një masë e justifikuar, një masë e arsyeshme, një masë e pritshme në fakt, sepse edhe masa e vitit e kaluar ka sjell rezultate pozitive në ulje të stabilitet të çmimeve dhe ulje të inflacionit, kështu që besoj se edhe kjo masë afatshkurte për disa muaj do sjell stabilitet në çmime në treg të Malit të Zi. Ashtu siç është bërë tashmë e ditur, masa është planifikuar të zgjasë deri me 31 mars 2026. Sipas jush, është qëndrueshme një politikë e tillë afatgjat? Interesante dhe pyetja kur themi afatgjat, ose po ta shohim nga aspekti i konsumatorit, nëse thon deri në mars 2026 në duket nesër, duket se është një masë afatshkurte, por nga ana tjetër nëse e shohim nga aspekti i biznesit, sepse kjo masë ka të bëjmë përsëris me limitin e marzhave tek tregtarët, atëherë mund ta quajmë edhe masa afatgjate në rregullimin e çmimeve, dhe duke u nisur nga masa e vitit të kaluar që ka sjell rrëmje të indeksit të inflacionit, normës së inflacionit, besoj në dhjetor 2024 ishte hera e parë që u shënua norma e inflacionit negativ -1.1%, dhe duke u nisur nga ajo, besoj se Ministria dhe këtë plan dhe këtë masë ka planifikuar
për një afat kohor që është i mjaftueshëm, se po të ishte i shkurtër prap nuk do të kishte efekt në stabilizim të çmimeve, por nga krahu tjetër po bëhet më i gjatë se 6 muaj dhe nëse vazhdon mund të ketë edhe ndikim edhe anë negative tek bizneset, sepse jo të gjitha bizneset, sidomos bizneset e vogla dhe ato të mesme nuk mund të absorbojnë këto kufizimet them, dhe çfarë mund të ndodhë, mund të kemi pastaj edhe efekte negative nëse masat e tilla zgjasin shumë në treg, sidomos tek bizneset e vogla që mund të vendosin të largohen nga tregu ose disa produkte thjesht mos t'i kenë në ofertën e tyre, dhe kjo mund të krijojë pastaj edhe probleme tjera më të mëdha dhe probleme më drastike të them në treg se sa çka është stabilizimi i çmimeve, por besoj se edhe kjo qeveri dhe ministria dhe resori në fjalë përveç kësaj mase të stabilizimit të çmimeve në treg kanë përgatitur edhe masa të tjera vijuese, dhe unë quaj këtë masë vetëm një kohë tranzicioni, një masë që do të jetë një tranzicion deri në mars, dhe mbas marsit besoj do kemi masa të tjera, por që duhet të besoj se do të jenë të fokusuara në stimulimin e prodhimit vendas dhe në stimulimin e prodhimeve tona bujqësore, në prodhimeve tona ushqimore, sepse me të vërtet dhem në sy kur shohim të dhënat në Monstat, në drejtorinë për statistikë, se në këtë vit nga muaji janar deri në shtator janë importuar më se 80 milion euro produkte të qumshtit dhe të vezëve, më se 100 milion euro produkte pemë e perime, më se 100 milion euro në dritra, pra vetëm 3 industri paka shumë 300 milion euro që janë importuar nga jashtë, dhe vetëm ta parashtrojmë pyetjen çfarë do të ndodhte në ekonominë tonë nëse gjysma, jo krejt, por gjysma atyre parave të ishin derdhur në ekonominë tonë, në bizneset tona, të bujqit tanë, të prodhuesit tanë, dhe besoj se edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik do të ndërmarrë masa në këtë drejtim që këto të jenë masat stimuluese për stimulimin e prodhimit në Maltëzi. Përveç përfitimeve afatshkurtra për konsumatorët, a mund të ketë rreziqe për tregun, si mungesa e produkteve apo ulje të cilësisë? Po, pikërisht të ndërlidhemi edhe në pyetjen paraprake që tha çfarë është afatshkurtë, afatgjate, me siguri se këto masa ndikojnë edhe tek konsumatorët, por edhe tek sjellja e bizneseve në treg. Tani nëse ne kemi një treg ose kemi një qeveri që po përkufizon çmimet, këtë siç e thash edhe part, bizneset e mëdha mund të absorbojnë, mund të mbijetojnë, mund të funksionojnë me limit të marzhave, me formime të marzhave nga ana e shtetit, por jo bizneset e vogla. Dhe nëse shohim këtë drejtim si një masë afatgjate, bizneset e vogla thjesht mund të tërhiqen nga tregu, mund të tërhiqen produkte që nuk u sjellin fitim. Dhe çfarë ndodh pastaj me ne si konsumator? Nëse ne kemi një market në lagje që thjesht po largon vajin apo po largon, nuk e di, mishin, sepse nuk ka marrë fitimi të madhe që mund të funksionojë me atë, ne do të jemi të detyruar që konsumin ton ta kalojmë tek bizneset tjera që mund të absorbojnë këtë limitim të marzhave. Dhe çfarë do në mënyrë indirekte, nëse kjo është afatgjate, do të favorizohen bizneset e mëdha që mund të absorbojnë këto limitet e marzhave në periudha afatshkurte për të përfituar në mënyrë afatgjate. Kështu që besoj se edhe qeveria jo rastisht e ka dhënë një afat 5-6 mujor që mund të absorbohet nga çdo lloj biznesi, dhe prap duhet të përsëris dhe të besoj se në të ardhmen do kemi edhe masa të tjera për stabilizimin e çmimeve dhe këtë betejën në thojza me inflacion, dhe është po ashtu edhe mesazh i rëndësishëm edhe për investorët e jashtëm. Nëse ne jemi në një shtet dhe një qeveri që her pas here po lidhemi, po sillim vendime për treg, atëherë çfarë mesazhi po çojmë edhe jashtë për investitorët, që nuk është treg stabil, qeveria gjithmonë po sjell vendime për kufizim të çmimeve, dhe kjo mund të jetë edhe një mesazh politik jo aq i mirë nëse bëhet një domethënë masë afatgjate. Për këtë arsye të ndërlidhim këto dy pyetje që janë të lidhura të ngjashme njëra me tjetrën, se një periudhë 6 mujore do të ketë efekt pozitiv në uljen e çmimeve dhe në stabilizim të inflacionit, dhe besoj se mbas aty do kemi masa të reja për stimulim gjithnjëpërsërisht të prodhimeve vendase. Mirë, qartë. Po si mund ta shfrytëzojnë qytetarët më mirë këtë periudhë me çmime të kufizuara dhe a pritet që ajo të ndikojë në uljen e inflacionit? Po, nëse ne kemi që nga ky moment kemi një mesazh dhe një siguri nga qeveria se çmimet do të kenë një limit, pra nuk do të kenë marzhat fituese tek tregtarët, do të kenë një limit, atëherë është normale për ne të presim se do kemi çmime stabile, dhe disi kjo ruan buxhetin ton, fuqinë ton blerëse, dhe në mënyrë më të qetë mund t'i planifikojmë edhe ne si
konsumator, si shpenzues, si familjar, mund të përgatitemi më mirë për blerjet tona, nuk është e nevojshme të bëjmë aso blerje të vrullshme që tani është çmimi ulët, të blejmë sa më shumë vaj, të blejmë sa më shumë miell, të blejmë sa më shumë vezë, kështu me radhë, mos të përsëritet ajo koha kur kishim në kohën e Covidit që ishte në një moment nuk ishte vaj nëpër markete, domethënë dhe pastaj e sidhen masën që mund të blesh më shumë 1 apo 2 litra, nuk e di se nuk e mbaj mend mirë si ishte, por nuk është e nevojshme të mbas e kemi një periudhë 6 muajore të siguruar dhe unë duhet të besoj se mbas kësaj periudhe 6 muajore prap do kemi masa të tjera që do të ndikojnë në stabilizim të çmimeve, kështu që qytetarët mund të presin në një afat 6 mujor çmime stabile, të planifikojnë blerjet e tyre, të jenë të krijosh edhe rezerva, po rezerva të moderuara, jo të nxisim të krijojmë stok ashtu më shumë se kjo mund të ndikojë pastaj edhe në mungesën e tregut, mungesën e produkteve në treg që do të ketë efekt më shumë negativ se sa pozitiv në afatgjat. Mirë, dhe për fund, si do të përshkruanit me pak fjalë efektin që pritet të ketë kjo masë në nivel kombëtar dhe në mënyrë të veçantë për mjedisinë? Po, duke u nisur edhe nga masa e vitit të kaluar dhe analizat që janë bërë mbas masës që është sjell vitin e kaluar, shohim një stabilizim të çmimeve, sidokudo në këto vitet e fundit, në 12 muajshin e fundit, në krahasim me 2-3 vite të tjera, edhe duke u nisur nga kjo, besoj se edhe kjo masë do të sjellë një stabilizim të çmimeve së pari të them afat shkurt, por edhe masa e parë dhe kjo masa e dytë në esencë dhe në thelb nuk është se kanë ndonjë impakt direkt për të rregulluar disa probleme thelbësore të tregut të Malit të Zi që kanë të bëjnë me importin të madh të produkteve, dhe ne kemi një inflacion importues sepse vjen produkti me një çmim të lartë në Malit të Zi dhe kemi shpenzimet e transportit, logjistikës, magazinimit e tjera që edhe më shumë e rrisin çmimin të produktit në Malit të Zi. Dhe shpesh herë pyetja si është mundur që po marr si shembull një krem kozmetik në Gjermani kushton 3 euro, tek ne është 7 euro. Janë pikërisht këto shpenzimet logjistike që ndikojnë në çmimin final të një produkti, dhe në këtë aspekt besoj se qeveria edhe me këtë masë pastaj do marrë edhe masa të tjera që të rrisim sa më shumë prodhimin vendor, të rrisim sidomos prodhimet bujqësore, ujin, drithrat, pemt e perimet që kemi vërtet potencial për këto, dhe disesi ta luftojmë inflacionin pikërisht duke suportuar dhe duke stimuluar prodhimin vendas. Kështu që si konkludim besoj se do kemi në nivel afatshkurt stabilizim të çmimeve në tregun e Malit të Zi, dhe në afatgjat duhet të besoj se ministria, jo vetëm ministria e Zotërit Gjelosha, po dhe ministri tjera dhe resore tjera që kanë ndikim në politikën financiare dhe monetare të Malit të Zi, të merren më shumë me rregullimin e problemeve strukturore të tregut, që ne të kemi një të ardhmë me produkte ku mbizoton produkti vendas, produktet tona, dhe mos të varemi shumë nga produktet që vijnë nga jashtë. Por gjithsesi, brap duhet të kthehem në fillim dhe tek pyetja fillestare dhe të përmbyllim që këto masa janë të mirëpritura, është një masë që është pritur të sjellë dhe besoj në një afat shkurt do të ketë efekt pozitiv, dhe presim pastaj edhe masa të tjera që të kemi një ekonomi stabile në të ardhmen dhe mos të kemi kështu fluktuim të çmimeve në industri të ndryshme siç kemi përjetuar në këto 2 vitet e fundit. Atëherë më mbetet ju falenderoj shumë për këtë analizë të qartë dhe për kohën që keni ndarë për televizionin Bojën. Shpresoj që kjo bisedë këtë sjell shikuesve tanë një pasqyrë më të qartë mbi masën e çmimeve të limituara për familjet dhe veçanërisht për qytetarët e Malësisë. Faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi të jem pjesë në emisionin tuaj. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët që jemi në emisionet të radhës.